ku nuk ka alkohol, për së parit nuk ka muzikë, ushqim halal. Domethënë na jemi fokusu që të mundsojmë njerëzve gjatë pushimeve të tyre që të kryejnë pushimet të këndshëm. Është shumë kënaqësi që në këtë epizod me qenë ndryshe prej epizodave të zakonshëm në studio, me pas menaxherin e Hotel Maghribit, Ardian Axhemi. Mirë se erdhe Ardian. Mirë se jeta. Mirë se na pritet realisht po i vjen. Mirë se na kena. Faleminderit për pritjen edhe për këtë ambient kaq të ngrohtë. Ardian, qershori ka ardhur, domethënë edhe krejt fillojnë me mendu ku mi kalu pushimet verore, qoftë shqiptar që janë këtu në Malzi, qoftë Maqedoni, Kosovë, po dhe diaspor kemi shumë. Edhe, domethënë, unë e kalova një kohë, një pjesë, një ditë këtu edhe kem me të vërtetë, domethënë, një kohë jashtëzakonshme, shumë e mirë, shumë komod, përshtatshëm. Po para se me dalë te hoteli dhe te ajo që ju e ofroni, a mundemi pak me folë për pjesën e turizmit halal, se e shohim ndoshta si term aty këtu nëpër internet, po veç me bëni një përshkrim të shkurt për anës juaj, si njëri që domethënë jeni e bëni këtë punë. Domethënë, turizmi halal është një formë turizmit i cili i përshtatet nevojave të musafirëve musliman. Domethënë, ajo nuk kupton që musafirët gjatë pushimeve të tyre mundën lirisht me praktiku fenë e tyre dhe me rujt parimet e tyre islame fetare. Kjo është ajo çka mundeva me thënë në pikat e. Po, Hotel Maghribi si hotel, domethënë konkretisht, si tash na si musliman, domethënë shumë shpesh vjen vera edhe secili ka nevojë me kalu një pushim, por realisht shumë shpesh hezitojmë, ndoshta prej disa kënaqësive, nëse më me thonë shfrytëzimit, për shkak të çtën e pikave që nuk na plotësohen. Çka ofron konkretisht për muslimanët Hotel Maghribi? Hotel Maghribi ofron për musliman një ambient fetar, familjar, ku nuk ka alkohol, për së parit nuk ka muzikë, ushqim halal. Domethënë, na jemi fokusu që të mundsojmë njerëzve gjatë pushimeve të tyre që të kryejnë pushimet të këndshëm, që të jetë lirshëm me praktiku edhe fenë e tyre, edhe që të ruajnë parimet e tyre. Dhe domethënë jena mundu që të krijojmë një atmosferë fetare familjare. Kjo është ajo çka mundem me thënë për Hotel Maghrib. Njësoj për gjërave tjera që i ka hoteli, që mendoj unë si na dallon për të tjerëve, është qendra spa, e cila ka mundësi gjatë komplet sezonit mu përdor ndamës për burra dhe për gra, ka mundësi para edhe mas orarit mu marrë privat, dhe kjo mendoj që është ajo që na dallon. Kemi edhe një faltore të vogël, ku njerëzit mundën me krye obligimet e tyre, abdesane, dhe alhamdulillah, deri tash kemi qenë shumë të suksesshëm. Shumë mirë. Çka ju ka shty, domethënë që me ardhur deri në këtë pikë, se realisht konsideroj që në fillime ka qenë sfidë, me qenë diçka shumë e veçantë, unike, po që domethënë është risi, edhe risit gjithmonë e keni dyshim çish ka me shku. Çka ju ka shty që me i hyrë kësaj pune? Besoj që ka qenë kërkesa e madhe nga muslimanët, të cilët kanë kërku një vend ku mundet të komuni lirshëm. Dhe në të gjithë botën, edhe këtu është rrit kërkesa për turizm halal, dhe kjo ka qenë ajo që na ka shtyr neve, që domethënë me përgjigj nevojat e tyre. Ajo që na ka bërë neve që me bë këtë hotel është kërkesa e madhe për turizm halal, dhe kemi pasi nevojshme për të përgjigjur asaj kërkesës. Në botë, veçanërisht edhe në Ulqin, edhe në gjithë ku është rrit kërkesa e madhe për turizm halal, dhe na ja kemi mundësu njerëzve që ata gjatë periudhës qëndrimit në hotel, që ata ndihen lirshëm. Por kjo nuk do me thënë se është vetëm për njerëz të fetar, këtu ka njerëz edhe të tjerë, e cilët vlerësojnë komoditetin, pastërtinë, shërbimin tonë, kështu që alhamdulillah edhe nga fjerave tjera kemi musafir, dhe ajo na bën shumë krenar që
një hotel me background fetar mundet me dalë në treg me diçka autentike dhe të ketë, si me thonë, këta komentet e pozitive. E bën një njeri, edhe pse nuk është ndoshta praktikues i fesë islame, me gjetë komoditetin edhe rahatin në një ambient. Po besoj ajo që është kryesorja është pastërtia, komoditeti, domethënë hoteli ka hapësirën e madhe dhe jemi kujdesur edhe dhomat edhe apartmanat që me qenë të gjerë dhe ambient familjar, edhe pse njerëzit nuk e praktikojnë fen, ndihen lirshëm se në kërkush nuk i nguc vajzat ose djemt, nuk ka probleme, nuk ka alkohol. Besoj që këto janë ata gjanat që njerëzit e preferojnë me zgjedh hotel Magribi. Tash kur ti je to e përshkru, edhe kjo fjala turizmi halal, ma shumë po mendoj që mas një kohë nashta edhe ka më ardhur koha jo që nashta kam ju ndru edhe që ky emërtim për shkak se kjo halal është për muslimanët, por realisht njeriu që është njeri vetvetiu e kërkon atë normalitetin edhe mirëqenjen, domethënë pa dalë prej kontrollit një farë formë ose prej normave. Është njerëzore me kërku diçka çështu që ju jeni tu e ofru. Po, a keni ndonjë rast, domethënë ju keni shumë musafir njerëz të ndryshëm, klientë ndryshëm të cilët e frekuentojnë, a keni ndonjë rast specifik që kishit mujt me nda me ata që janë duke na shiku? Po, vjet na pas ka ardhur një grup i Anglie, ajo e ka pranuar Islamin shumë vonë, sa e kam kuptuar, dhe aja na ka tregu se për herë të parë, edhe pse udhton shumë, për herë të parë ka gjetë diçka që ishte ndi si me qenë në shtëpitë vet, duke një gjuj lahit, duke s'ka alkohol, duke mos pa veshje jo modeste, kështu që na ka thënë se ish kënaq shumë si me qenë në shtëpitë vet. Edhe këtë se harroj kur se një grup ka qenë 70-80 vjeç ndoshta, ka pranuar Islamin shumë vonë dhe kim ka na përshtypje, sidomos i ka thënë që udhton shumë, më ka na motivim për të përmirësuar shërbimin edhe cilësinë e hotelit. Gjatë këtyre viteve su funksiononi, a ka ndryshuar diçka në konceptin e juaj apo Jo, hoteli është domethënë ka filluar me punu në 2021, pe fillimit ka qenë me koncept islam ose halal. Kështu që spa qendra ka funksionuar gjithmonë që ka munda burrat edhe gratë, kështu që alkohol, muzikë s'ka pas kurrë, kështu që vetë çka ishte ndru, ishte shtu doza e musafirëve. Po, shumë mirë. Na e kemi pa në Kosovë është bo lajm, domethënë kjo pjesa që Ulqini e ka miratu ligjin për, gjobitje të zhveshjes në rrugë të qytetit. Po dëgjova tash vonë që qytetet e tjera veç e kishin pas. Po, na jemi sa di unë qyteti i tretë që e ka miratu këtë ligj, para nesh e ka miratu Budva dhe Tivati, kështu që edhe na jemi krenar që është miratu këtë ligj se respektohet integriteti, si më thonë, publikut dhe qytetarit të tjerë. Po, sa ndikon kjo në, domethënë në punën e juaj të përditshme? Apo nuk ka ndonjë efekt specifik? Po, vetëm se fuqizon këtë idenë veç e fuqizon këtë idenë e veshje modeste. Kjo është se sa i përket hotelit, musafirët kena nuk lejohet që sillen nëpër hapësirat e hotelit në veshje për plazhe. Kështu që alhamdulillah jemi krenar që është miratu ky ligj. Ardian kthehem për pak, po vazhdoj me një blok marketingu.
Ardhen, na e dim që ullqini nashta bazën e ka Islami në një farë forme, por realisht mendoj mes aq sa kom pa që ka ndodhur edhe në ullqin si në Kosovë një lloj transformimi fetar. Qysh qëndron kjo pjesë? Po, kisha thënë se historikisht ullqini ka qenë vend fetar me shumicën muslimane, por njerëz deri vonë kisha thënë se kanë qenë skeptik në mënyrë që a mund bashkohet Islami me turizmin ose turizmi me Islamin, dhe njerëz kanë menduar se nuk mundesh me punu pa alkool e kështu me radhë, por besoj që ne, edhe pse nuk jemi veç ne, kemi alhamdulillah edhe ka hotelet të tjera, kafiterit edhe restorana që e kanë hek alkoolin. Na besoj që jemi dëshmi që mundet, jo që vetëm mundet, por ishte nevojshme që të krijohet një ambient fetar në ullqin. Dhe jemi krenar shumë që jemi pjesë e kësaj karavanës. Shumë mirë, se realisht na si shqiptar të Kosovës, kryesisht gjithmonë, sidomos në periudhën para luftës, ullqini ka qenë numër 1, domethënë sa i përket pjesës pushimeve verore, dhe si fëmijë nuk më kujtohet ndonjëherë që kom pa vajza ose gra me mbulesë në atë kohë. Po, alhamdulillah, kohë të fundit rinia i sjell kafeja, alhamdulillah, ka i fillu ma shumë edhe mu falë, mundesh edhe mi grejt në përgjamia se ka rini plot, ka vajzët me mbulesë, kështu që besoj që në tanë botën është regjimi fetar, kështu që edhe kjo ishte edhe arsyeja pse është shtu kërkesa e turizmit halal. A mendoni që një hotel si Magribi ndikon që njerëz, domethënë me i pranu konceptet ose parimet fetare ma lehtë, se qysh thatë edhe ju, ka njëherë s'dina mundesh me ndërlidh dikon? Po, për shembull na kemi edhe shumë musafir të cilët nuk janë musliman ose janë musliman por nuk janë praktikant. Në recepcion ton kemi libra që shpërndan për si këshill, për ty që nuk falesh, pse ka marrë në këtë jetë, edhe shumë herë musafirët mendojnë që ajo pagohet. E kur i tregom se ish falas, reagojnë pozitivisht shumë, dhe shumë njerëz fesë tjetër i kërkojnë, mendojnë, pyesin për fe, kështu mendoj si ky koncept alhamdulillah është diçka shumë pozitiv, edhe besoj që ka shumë hajër në te. Po, gjithsesi, në aspektin fetar na e dim, po ka njëherë njeriu, domethënë, sfidohet për jetës, mashtrohet, edhe na e dim prej lokaleve të tjera që me aq sa dëgjohet, alkooli është pika ma kulminante e përfitimit financiar për një restoranti ose hoteli ose lokali të zakonshëm. A qysh ka qenë kjo pjesë? Domethënë, a ka qenë vështirë për ju që me u distancu komplet edhe me thonë, okay, na... Normal që konkurencë ka pas, edhe do të jetë gjithmonë, dhe sfidat e veta ka pas, por besoj që çdo hotel cili ka diçka autentike, i cili i përkushtohet musafirëve edhe punës me sinqeritet në përkushtim, ka me gjetë klientët e vetë. Kështu që edhe na, si hotel, jemi mundu, edhe pse i kemi, nëse mund të themi ato minusa, por alhamdulillah nuk janë minusa, besoj që publiku e ka gjetë, musafirët e kanë gjetë rahatin këtu, puna shërbimeve tona, komoditetit tonë dhe cilësitë në kvalitet. Po, a ka qenë vështirë për ju me organizu, domethënë me organizu në kuptimin e ndarjes, për shembull se ma herët nashta nuk e kemi ditë edhe një mundësi që munden një bazen me u nda me kohë? Jo, alhamdulillah nuk ka pas reagime të negativa. Njerëz të kuptojnë, bile edhe njerëz të feve tjera kur vinë, kur i thomë se tash orari për gra ose ish për burra, ata e shikojnë atë gjë si pozitiv, bile ka gra që nuk kanë qef në përzim me burra, edhe pse nuk janë fetare, ose nuk janë muslimane. Kështu që ajo është një mundësi që njerëz të vlerësojnë shumë. Kur ti po fol, mu po më krijohet ideja, domethënë se hotelin na e shohim komplet si përfitim, por realisht edhe aspekt shumë shpirtëror po më tingëllon. Po, këtu njerëz me ndëgjimin e ilahive ndihen shumë lirë, rahatshëm, si më thanë,
e kaloj një pushim shpirtëror edhe si më thanë pushim të këndshëm në çdo aspekt. Po, përditshmëria, qysh është një ditë zakonisht, domethënë njerëzve të cilët jenë klient në hotelin e juaj? Po, domethënë mëngjes fillohet me mëngjes, kemi mëngjes bufe, i cili besoj që është mjaft i mirë dhe kemi shumë komente të pozitive për ushqim. Ushqimi është domethënë halal 100%. Shikom me qenë çdo gjë kvalitet. Domethënë pastaj pas mëngjesit përgjithësi njerëz të shkojnë nëpër plazhe. Edhe pse ndonjëherë është zorë me gjetë në një vend të përshtatshëm për musliman, por ata gjithsecili në mënyrë të vet e gjen. Dikush merr një anije, shkon diku lart, pastaj dikush shkon herët mas sabat, më shkumula që tjetë vetë në plazh, pastaj kthehet kur fillen kallaballloku. Kështu që mas plazhës njerëz përgjithësi kthehen, pushojnë pak prej simjet inshallah, kena mi fillu edhe me darkë, me shërbim darkën. Dhe mramje dikush del në qytet, dikush shkon në spa, relaksohen pak ke pishina. Kemi pishinë mbyllur, saunën edhe xhakuzin, atje relaksohen dhe pastaj mund të them se 11-12 mramje krejt janë në gjumë, se familjet janë fetare, familjare, kështu që mas 11 është qetësi më. Këtu afër nëse zgaboj është edhe kjo plazha e Gjipërgjinin femërore kryesisht, që e lehtëson ndaj. Po, ishte një plazh diku 800-900 metra prej këto, Ladies Beach thirrët, plazhi i grave. Atje shkojnë shumë gra. Ata plazhet e pishave janë shumë të mira për fëmijët që kanë astëm. Kështu që afër ishte edhe kalaja, në kam për hotelit mund të shkohet për 10-15 minuta. Kështu që lokacioni nuk mund të them se është perfekt, por është shumë i përshtatshëm, i lehtë për qasje. Po, këtu është edhe njëkohësisht edhe ka mbi fëmijëve të vegjël, domethënë që a shfrytëzohet edhe është një lehtësim për prindërit që kanë fëmijë të vegjël edhe kanë nevojë me pejësimet e kemi bërë edhe atë, dhe shumë fëmijë janë të shfrytëzuar, derisa prindërit janë të hangër mëngjes ose derisa janë të pi kafe, ata janë të luajtë aty dhe fëmijët i kemi si special guest të hotelit, kështu që i dom shumë. Edhe shumë kënaqësi me dëgju se zakonisht për shembull kënaqësi jo vetëm me dëgju, por me i pa këto kushte kaq të mira që ofrohen, për shkak se gjithmonë nashta pjesën e muslimanëve është pa si njerëz që nashta nuk dinë shumë me shfrytëzu, por realisht na gjithmonë kemi ditë, por ndoshta nuk i kemi pas këto mundësi. Po, kisha thënë se është hap një mendim për çdo gjë që është e muslimanëve, është mbrapa mbetur e kështu, e besoj që hoteli jonë është një dëshmi edhe është një shembull që çdo gjë që është e lidhur me Islam e musliman duhet të jetë e pastër, me cilësi, me kvalitet, e besoj që ajo shihet. Po, unë realisht dje përdora këtu një taksi, edhe kur e kërkuva që marrë te Hotel Maghribi, mas i hypa me fëmijët, më tha kum dëgju, tha që nuk kam qenë, tha po kum dëgju, tha që ka kushte tha shumë të mira. Edhe merr mirë, domethënë që është një imazh i mirë edhe në këtu brenda për brenda. Edhe njerëz të Ulqinit, domethënë Ulqinakët nisoj e vlerësojnë hotelin shumë. Ka pas do këtë kuptime, kam dëgjuar se mendojnë se këtu mund të qëndru vetëm gratë me mbulesë, kështu, por ajo nuk është e vërtetë. Kështu që alhamdulillah kemi çfarë musafirsh, kalojnë pushimet e mira, na mundohena njarë sa mundena që me i plotësu krejt dëshiret e musafirve dhe besoj që aja edhe në për reviewza në Google Maps e Booking mund të shifet se jemi një hotel kvalitet. Tash, po mendoj që shumë pika i keni përfundu, ju keni bot tik, po konsideroj që dhe këtë pikën tjetër që me kuptu që s'është veç programe shamia, po jenë komplet se zakonisht gjithmonë ka si paragjykime. Po, jo, alhamdulillah, ka gjithë, si thashë edhe ma herët,
kemi domethënë musafir nga feve të tjera, kombe të tjera, kështu që krejt janë hisa ardhur, turizmi ishi hapur për të gjithë. Na I kemi vetëm do kushte që kërkojmë mu respektu, si për shembull mos pirja e alkoolit, mos nxjimi I muzikës, këtyre senave, për tjera krejt janë hisa ardhur edhe nuk bëjmë ndallim kush është musliman e kush nuk është musliman sa I përket shërbimit. Me rëndësi me qëndru sa janë këtu, me qëndru konform që aty në rregullave, që është shumë normale. Po, krejt janë hisa ardhur. Po të pjesa diasporës, na e dim që tash edhe atje ka ndryshu koncepti Islamit, domethënë ka transformim, ka shumë njerëz që janë besimtar, edhe të cilët gjithmonë pushimet tentojnë me I kalu ka kjo pjesa, qoftë në Malzi, qoftë në Shqipëri, mirë po gjithmonë na qëndrojmë te kjo pika jonë e dobët se ku kemi me shku, qysh kemi me qëndru, qysh kemi me funksionu tamam sipas parimeve tona. A keni kërkesa edhe prej? Po, për diasporës mundë na thonë se në korrekt edhe ngushtë shtylla e musafirëve janë njerëz të diasporës, shqiptar nga diaspora, pri Zvicrë, pri Gjermanie, pri Suedi, pri Anglie, pri Franca, kështu që domethënë ata vinë shumë dhe shumë janë të lumtur kur e gjin një hotel si ky, ku mundën ata lejesht edhe me praktiku fenë e tyre edhe me rujt parimet e tyre. Kështu që komentet janë shumë pozitive. Edhe komentet tona që jemi këtu, po edhe të atyre sidomos që janë diasporë, besoj që për ju kanë shumë vlerë për shkak se ata kanë eksperjenca, kanë përvoja, domethënë edhe që mandej kur I ki ato din me bu edhe një vlerësim edhe mat. Po, une personalisht gjithmonë musafirëve I kërkoj si me thonë si një farloj ankese, që me di çka më përmisu. Po alhamdulillah nuk ka shumë ankesa, kështu që në rregull, deri tash jemi në rregull. Qysh I trajtoni pjesën e ankesave nëse veç mundet me qenë një ankesë? Ankesa është diçka pozitiv. Unë në hoteleri jam, më thonë, qysh se kam qenë I vogël, që 15 vjet, dhe kritik dhe ankesë kur nuk e kam shikuar si diçka negativ. Ajo është gjë pozitiv që ty të lën hapësirë me u përmisu, edhe me e ditë çka njerëz të vlerësojnë ose çka nuk vlerësojnë. Kështu që ankesat janë mirë së ardhura gjithmonë dhe njeriu më shumë mëson pi komenteve negative se sa pi pozitive. Kështu që nuk ka alhamdulillah shumë, por gjithsecila ankesë ose vërejtje ishte mirë së ardhura. Mandej ju tentoni automatikisht me implementu se me shiku mundësinë për me rregullu qatë? Po. Gjithmonë shërbim, domethënë ajo kryesorja që ishte në hotel ishte shërbim. Nëse musafiri ankohet se diçka nuk I punon dom, duhet me njerë me ndi musafiri se na jena aty për ata. Nëse musafiri mendon se veç e kemi ndëgjuar dhe s'kemi bërë kurrë, atëherë ajo krijon një farë atmosfere negative. Kështu që na gjithmonë tentojmë me qenë 24/7 për musafirët aty. A keni marrë konceptin kur e keni ndërtuar, a keni marrë një model diku të hotelit apo veç? Jo, une domethënë e kam gjetë këtë hotel, kam fillu me punu, domethënë hoteli ka qenë I hapur para se kam ardhur, kështu e kam gjetë me këta parimet, edhe kështu kemi vazhdu, kemi zhvillu dhe alhamdulillah deri tash s'kemi pas problem. Na folëm deri tash për familjet, domethënë që kanë fëmijë, por realisht munden me ardhë me qenë pjesë, domethënë edhe çifte të cilët nuk kanë fëmijë ose të moshuar, të cilët ndoshta janë. Na kemi prej moshës 18-19 deri 70 vjeç, krejt I kemi si musafir. Familjar, çifte, udhëzuar, pa udhëzu, musliman, krishter, të gjitha janë të mirë ardhura dhe besoj që gjithë ata kalojnë një pushim të mirë në qenë. Edhe në hotel. Çka mendoni që deri tash folëm për krejt këto benefitet të mira, mundësitë që I ofron për klientelën hoteli juaj. Po çka mendoni që keni nevojë domethënë me shty përpara një proces tjetër të ri ose çkado që mendoni që duhet mu bo, për shembull, çysh e tregut për këndin e lodrave që s'ka qenë po është bo këtë vit. Po atë çka kam vrejt unë vjet se shumë musafirët na kanë kërku me pas dark, unë se ndoshta shumë njerëz nuk e kuptojnë hala
se na në Ulqin ham gjithkohë, është halal gjithkohë se muslimanë janë shumica. Por njerëzit nuk e kuptojnë se kur e shohin halal edhe shohin alkoolin të veshit. Dhe pastaj e kanë atë si janë njihen si kletshëm. Për atë pjesëmjet inshallah shumë shpejt na do ofrojmë edhe darkë. Kështu që njerëzit kur vinë kena sa i përket ushqimin mund të njihet lirshëm fare e kryen, besoj që i kena mi kry një obligim të madh për ta. Okej. Po konsideroni që Ulqini domethënë është i sigurt për ushqim? Mirë, se Shqipëria për shembull për ne është problem jashtëzakonisht i madh, është shumë i pasigurt. Në Ulqin na mund të themi se ham gjithkohë. Normal na si vendali i dem do restorant që punojnë pak më shumë ose më mirë, shkojmë atje se është më freskë kështu, por përgjithësi Ulqini është, si thashën edhe më herët, shumica njerëzve janë musliman, janë fetar. Kështu që sa i përket halalit, njerëzit nuk ka nevojë me pas problem as pak. Se në Ulqin mishdjarët e këta nuk ka në restoran. As kejt. Hiç. Kërkejt s'ka. Ajo është 100%. Okej, perfekt, shumë mirë. Edhe në Kosovë konsideroj që është në njëjtë. Nuk është që ka, po mish që është i ndaluar për ne. Po, nuk ka në Ulqin. Kështu që njerëzit janë të lirshëm me hangët kudo që janë në Ulqin. Çka po mendon Ardian që e ka bëu Ulqinin me qenë, domethënë gjithmonë vend i preferuar për kosovarët në këtë rast, për shqiptarët e Kosovës? Besoj që gjatë periudhës së Enver Hoxhës në Shqipëri, Shqipëria ka qenë e mbyllur. Mali i Zi ka qenë i lidhur, si më thonë, me Kosovën, kemi qenë në shtet me Jugosllavinë. Dhe na si popull shqiptar gjithmonë kemi pas kontakte, lidhje. Besoj që aty shumë ka kontribuar edhe pjesa e periudhës luftës, kur shumë njerëzve tonë i kanë pritur familje kosovare këtu dhe kemi pas gjithmonë si më thanë si një farë lloj ndihme kemi kontribu në Kosovë edhe ata për ne gjatë luftës. Kështu që besoj që ajo është arsyeja pse kosovarët vinë shumë në Ulqin, se na dinë për ne, se në kohë të vështira kemi qenë aty për ata dhe gjithmonë kemi me qenë aty për ata se na jemi një. Po, gjithsesi. Po tash na, kufi kemi, po shqip flasim, Kosovë, Shqipëri, Maqedoni, Mali i Zi. Prej hoteli juaj, prej kujt frekuentohet, prej shqiptarëve të cilave pjesë frekuentohet më shumë, nëse veç na shta statistika. Po, mas shumtit janë pjesë, domethënë pjesë e Kosovës. Parancia ishte prej Kosovës, ai ishte kosovari i diasporës, por shumica dërmuese musafirëve në hotel janë musliman ose shqiptar të Kosovës. Por kemi një numër të madh edhe shqiptarë nga Maqedonia, edhe nga Lugina e Preshevës, edhe nga Shqipëria, prej Tirane, bile edhe për momentin kemi do musafir në Tirane, kështu që ajo që mund me thanë se është shumica ma madhe është prej Kosovë. Ardian, kur nuk kemi dëgju që dikujt ju ka vjedh kuleta në Ulqin, i ka hub diçka me vlerë, domethënë ato humbjet në plazha është normale që të hupin vetë, por realisht me qenë vjedhje, nuk e di që ka pas ndonjë rast. Çka e bën Ulqinin të tillë? Besoj që këtu arsyeja më e madhe është se Ulqini e ka kulturë turizmit me gjenerata mbrapa dhe njerëz përgjithësi ku përzihen me njerëz të tjerë, gjithmonë janë më të butë. Kisha thënë se në Ulqin nuk ka probleme, se kjo është, domethënë, ajo që na bën neve me qenë, si më thonë, mos sjell butë me njerëz. Dhe këtu mundesh mrena natë me sillu dikush me të vet ku është ky hotel, ai ka me çu vetë deri ke veni, se është kultura e turizmit. Na ashtu jemi dhe besoj që në Ulqin njerëzit janë shumë të butë, për atë arsye s'kemi këta probleme. Edhe kur ka ndonjë problem verës, nuk është se i bën njerëz të Ulqinit, por gjithmonë janë njerëz të huaj, kështu që alhamdulillah na krenohemi në këtë punë dhe është një gjë që na bën edhe neve të ndihemi kur i ndigjon këto fjalë prej kosovarëve dhe prej njerëzve të tjerë. Arsyeja tjetër është se prej parimit fetar, na e dim se malli
i huaj nuk bëhet joti kurrë. Kështu që besoj ajo ishte shkaku pse këtu nuk ndodhen ato sene. Ardian, të falenderoj shumë për kohën, edhe shpresoj që keni me pas një verë, domethënë të mirë, të lehtë për ju, po njëkohësisht edhe për njerëz që kanë me ardhur, kanë me kalu mirë, se përndryshe është një ambient shumë i përshtatshëm për ne. Faleminderit edhe juve, inshallah na vini gjithmonë për të mirë, Allah ju shpëlbeft. Faleminderit shumë për kohën që ndohet me na shiku neve, përndryshe është një mundësi shumë e mirë për ju që këtë verë mundeni me kalu në Hotel Maghreb në kushte shumë të përshtatshme për muslimanët, por siç tha edhe menaxheri i hotelit për të gjithë njerëzit në përgjithësi, vetëm se normalisht janë disa rregulla siç kemi rregulla në familjet tona ose në të gjitha hotelet e tjera, por me kushte të jashtëzakonshme. Mundeni me pa ma detajisht për hotelin në storin e përgatitur nga ne në faqen e RTI-s. Mirupafshim në episodin e radhës.